Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderoj Allahun subhanahu wa ta'ala, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij. Thot Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah në librin Kitab at-Tauhid, kapitulli 50. Babu qawlillahi ta'ala, tema walillahi al-asma'ul husna. Të Allahut janë emrat e bukur, ati i përkasim. Fad'u biha, fad'uhu biha. Luteni Allahun me këta emra. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Dhe distanconi, braktisni, largoni nga ata që i shtrëmbrojnë emrat e Allahut. Dhakara ibn Abi Hatim an ibn Abbas, transmetohet nga ibn Abi Hatim që ka thënë Ibn Abasi, yulhiduna fi asma'ihi, shtrëmbërim në emrat e Allahut është për qëllim yushrikune, pra i bojnë shok Allahut në emrat e Allahut. Wa anhu, pashtu transmetohet nga Ibn Abasi, samma wallata, e kanë emërtuar mushrikt idhullin e tyre Allata wal Uzza. Allat nga përshkrimi i Allahut që është bë el-ilah, pra që është i adhuruar. Nga el-ilah e kanë marrë këtë emër dhe ja kanë vesh idhujt e tyre e kanë quajt Allat. Dhe nga emri i Allahut el-Aziz e kanë marrë el-Uzza. Pra el-Uzza wal-Lat, dy idhuj të mushrikëve të dalluar që kanë qenë të veçuar këta idhuj, pra më të veçuar nga të tjerët, sepse ka pas 360 idhuj, i kanë quajtur Allat wal-Uzza, pra e përmendin në Kur'an. Wa anil Amash, po ashtu transmetohet nga Amash se qëllimi yulhiduna, pra i shtrëmbrojnë emrat e Allahut, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Pra i fusin kuptim tjetër nga ajo që nuk e kanë. Thot autori, hadha al-bab fi wujub ta'dhim asma'illahi al-husna. Kjo temë ka të bëjë me obligueshmërinë që duhet me i respektu edhe me i madhru emrat e Allahut. Wa anna min ta'dhimiha, pra nga nderimi i madh që duhet me pas ndaj emrave të Allahut është an la yulhada fiha, që mos me shtrëmbru emrat e Allahut, mos me ndryshu emrat e Allahut. Wa an yud'a Allah azza wa jalla biha, dhe me lut Allahun me emrat e tij. Pra dy çështje thelbësore këtë mësim janë që nga madhrimi i Allahut është me madhru emrat e tij, me i mësua emrat e tij. Dhe çfarë përmend këtu? Që mos me shtrëmbru dhe me lut Allahun. Kjo ajet decisivisht na qartëson pra që t'i lutemi Allahut me emrat e tij. Dhe dyta, mos me shtrëmbru emrat e Allahut. Wal asma'ul husna hiya, emrat e Allahut, emrat e bukur. Emrat e bukur janë al-asma' al-balighatu fi al-husn nihayatiha. Më të vërtetë emrat e Allahut janë në të gjitha aspektet bukur, me përmbajtje. Fal khalq yatasammuna bi asma'. Krijesat emërtohen me emra të ndryshëm. Lakin qad la takuna hasan, por mund të jenë emra jo të bukur, por mund të jenë edhe emra të bukur. Pra njeriu ka një emër, mund të jetë emër i bukur, por tjetri nuk e ka emrin e bukur. Walakin laysa balighatun fi al-husn nihayatmi. Mirë, po edhe ata që i kanë emrat e mirë, prap ka mangësi, se njeri që përshkruhet me atë emër të mirë nuk posedon përshkrimin që i bëhet në atë emër. Pra, njeriu mund ta ketë emrin Salih, që është për qëllim njeri i devotshëm, mirë, po mund të jetë njeri i shturur, ose mund ta ketë emrin Muhammed, mund të jetë njeri i shturur, apo emra të tjerë. Pra mund të ketë emrin Luan, pa i friksohet nga miu, dhe me thonë është njeri frikacak. Pra çdo herë emërtimet nuk aludojnë me cilësinë e një personi. Prandaj emrat e Allahut e bukur, emrat e Allahut të bukur aludojnë edhe na qartësojnë që Allahu subhanahu wa taala i ka ato cilësi me të cilat përshkruhet.
Wa ahlul ilm idha fassaru al-asma' al-husna, thot Salih al-Sheikhu, fa inma huwa at-taqrib. Kur dietarët flasin për emrat bukur të Allahut, është për qëllim kuptimet për afërta që ja bojnë dietarët. Sepse asnjëherë nuk mund ne plotësisht të kuptojmë një ajet, do të thonë për shembull, Ar-Rahman Ar-Rahim, janë emrat bukur të Allahut që ngërthejnë në vete pra cilësitë e Allahut. Ar-Rahman, ne e kuptojmë që Ar-Rahman është i gjithëmëshirshëm, përfshihet mëshira e Allahut, por megjithatë nuk mund t'ja japim këtij emri kuptimin e plotë ose Ar-Rahim. Dhe dietarët thonë Ar-Rahman përfshihen të gjitha krijesat, Allahu është i mëshirshëm ndaj të gjitha krijesa, u qoftë edhe zbritjen e mëshirës ndaj një shpendi që e ruan zogun e vet, përfshihet, mirë po Rahim përfshihet vetëm mëshira e Allahut për besimtarët ditën e gjykimit. Kjo është kuptimi i drejtë i saktë, por nuk është fundi i këtij sqarimi. Nuk është fundi i këtij shpjegimi, domethënë mund të jetë edhe më i gjerë. Për këtë dietarët i mbledhin tefsire të ndryshme dhe japin një kuptim të një ajeti. Prandaj fa inma huwa taqrib. Komentet e emrave të Allahut janë për afrim, domethënë që mi kuptu kuptimet e emrave. Wa amma al-ma'na bi kamalihi fa innahu la ya'lamuhu ahadun illa Allah jalla wa ala. Prandaj kuptimin e plot të emrit të Allahut në mënyrë të plot askush nuk e din posa Allahut. Ka ardhur një dua kur pejgamberi alayhis salam ka thënë la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Unë nuk mund të përshkruaj ty edhe të lavdroj ashtu siç e meriton ti. Anta kama athnayta ala nafsik. Ti tamam e meriton ashtu siç e ke lavdruar veten tënde o Zoti ynë. Wa asma'ul husna fejnë al-maqsud. Pra, kuptimi është anë al-abd al-mu'min al-muwahhid, robi Allahut i cili është muwahhid, e veçon Allahun në adhurim. Yanbaghi an yata'arrafa ila Allah bi asma'ihi wa sifatihi, duhet me njoft Allahun, duhet me njoft emrat e Allahut, duhet me njoft cilësitë e Allahut. Wala tatimu haqiqat at-tauhid fi qalbi al-'abd, dhe nuk plotësohet tauhidi në zemrën e besimtarit hatta ya'lama asma'ullahi wa ya'lam sifat Allahi azza wa jall, derisa ti kuptoj dhe ti mësoj emrat dhe cilësitë e Allahut, fa inal ilma biha tatimu bihi haqiqat tauhid. Pra, njohuria mbi emrat e Allahut, cilësitë e Allahut neve na bën që me pas tauhidin, plotësim të tauhidit. Dhe ka një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna lillahi 99 isman. Allahu i ka 99 emra, 99 emra. Dhe siç e përmend Ibn al-Qayyim rahimullah, këta janë 99 emra që ne i dim. Ka edhe më shumë Allahu subhanahu. Ka emra që i din edhe me lajket dhe ne nuk i dim, dhe ka emra që nuk i din as me lajket. Por për këta 99 emra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men ahsaha dakhala al-janna. Kush i mëson këto e ka fituar xhenetin. Dhe Ibn al-Qayyim kuptimin e këtij hadithi thotë men ahsaha dakhala al-janna, kush i mëson këto është për qëllim pra e para kush i mëson radhitjen apo emrat e Allahut siç është Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qayyum, kështu me radhë, kush i mëson emrat e Allahut, pra përmendesh. E dyta, kush i mëson kuptimin e emrave të Allahut. Kush i mëson kuptimin e emrave të Allahut, pra duhet më mësu edhe kuptimin. Dhe e treta është me e kuptu ti qartë, dhe me thonë me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e Allahut. Me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e Allahut. Për shembull, ne i lutemi Allahut subhanahu wa ta'ala dua Allah bi asma'ihi ma'nayayn. Mi ju lut Allahut me emrat e tij është për qëllim dy lutje, dua mesele o dua al-ibada. Lutje e kërkesës, dua mesele, kur ti lutesh Allahut me emrat e Allahut për diçka. Për shembull, i lutesh Allahut me të uzu Allahu me të forcuar në fe, nëpërmjet emrave të Allahut, apo me të fal. Ja Hayyu ya Qayyum, ja Ghafur, ja Rahim, i lutesh Allahut, apo ja në format me emra të ndryshëm që Allahu me ta mundsu, me të mbrojt nga një e keqe. Pra kjo është lutje, apo me të forcuar në fe, apo për ndonjë nevojë njeriu, i lutesh Allahut me emrat e Allahut.
Dhe e dyta është dua le ibade. Me emrat e Allahut që adhurojmë Allahun. Çka do të thotë kjo? Me adhuru Allahun me emrat e tij është, për shembull, Allahu është Basir. Basir, pra Allahu sheh çdo gjë. Dhe ti mediton në këtë emër. Edhe je duke qëndru, pra je përballë një mëkati, edhe të kujtohet ky ajet. Basir, Allahu sheh çdo gjë. Edhe më një herë ti kthehesh, apo semi, i lutesh dëgjon çdo gjë. Domthon shtohet imani. Apo i lutesh Allahut subhanahu wa taala për të mbrojtur për diçka, po ti mediton në që Allahu është i plot fuqishëm, El-Aziz, El-Jabbar, El-Qayyum, kështu me radhë. Pra kur ti meditojsh cilësitë e Allahut dhe emrat e Allahut, atëherë ty të shtohet imani. Dhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme. Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme. Wal ilmu biha ala maratib. Dhe thot Salih al-Sheikh hafidhahullah, el ilmu biha ala maratib. Është përfshin disa çështje njohurit mbi emrat e Allahut. E para ya'lamuha ithbatan. E para duhet me i puhu emrat e Allahut. Çka do të thotë kjo? En yuthabbit ma athbatahu Allahu li nafsi. Çdo emër që e ka emërtuar Allahu në librin e tij, veten e tij, apo suneti i pejgamberit alayhis salam, ai është emër i Allahut. Çdo emër që nuk është emërtuar në Kur'an dhe Sunë dhe s'ka argument për këtë, ne nuk e pranojmë. Pra sa i përket emrave dhe cilësive të Allahut, është në esencë është ndalesë. Duhet vetëm pohim. Atë që e pohon Islami, që e pohon feja, që është emër i Allahut, ai është emër i Allahut. Atë që se pohon feja, nuk është emër i Allahut. Sikur ndodh e kundërta. Për shembull, në gjërat e ushqimit, në esencë krejt janë të lejuara, ose në veshje, në esencë krejt janë të lejuara, përveç ato që ta ka ndalu shariati. Kështu është pra sa i përket emrave të Allahut. E dyta, en yasalullaha bi asma'i was sifati bima yuwafiq matlubuhu. E dyta pra është me çësia ndaj emrave të Allahut, është me adhuru Allahun me këta emra që të Allahut, dhe e treta min al-iman bi asma'i was sifat është me vështruar gjurmët e emrave dhe cilësive të Allahut, që pothuajse i përmendëm. Walillahi al-asma'ul husna. Prandaj, Allahu ka emra të bukur, fad'u biha, fad'uhu biha, lutuni Allahut me këta emra. Idha alimtum anna Allahu huwa al-mustahiq li dhalik, kur ju e keni qartë se Allahu meriton që të ketë emra të bukur, wa amantum bihi, dhe i besuat, fad'uhu biha, atëherë lutni Allahun me këta emra. Wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i, dhe largohuni, utruku, pra distancohuni nga ata të cilët i shtrembërojnë emrat e Allahut. Dhe çka do të thotë shtrembrim? Shtrembrim është o min al-ilhad fi asma'illah. Shtrembrim në emrat e Allahut është en yuj'ala lillahi azza wa jall walad. Kur dikush i mvesh Allahut evlad. Wa an yudafa al-makhluq ilayhi idafat al-walad ila walidihi, ka hal an-nasara. Nga shtrembrimet në emrat e Allahut është inkar al-asma wa sifat, mohimi i emrave dhe cilësive të Allahut. Për shembull, xehmiti i mohojnë cilësitë e Allahut. I mohojnë cilësitë e Allahut. Dhe wa min al-ilhad aidan wal mail biha an al-haq al-thabit alladhi yajibu lillahi azza wa jall. Nga shtrembrim që i bëhet është ndryshimi i emrave dhe cilësive të Allahut nga kuptimi i qartë që e kanë emra dhe cilësitë e Allahut. Pra, mund të jenë shtrembrime që janë kufër, tamam që dalin prej feje, siç janë shtrembrimi i xehmive dhe një ngjashëm me ta, dhe mund të jenë shtrembrime që i bëhen, që mund të jenë bidat apo kufër i vogël që i mbeten brenda Islamit. Pra, kemi është e njohur që nga akida e ahli sunetit është që mos më ndryshu kuptimin, mos më u deviju kuptimin.
emra dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është sa i përket këtij kapitulli. Walillahi al-asmaul husna, të Allahut janë emrat e bukur, atij i përkasin, dhe ne duhet me lutë Allahun dhe me mos mi shtrëmbru emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Kapitullin vjem është kapitulli 5, babun la yuqalu assalamu ala Allah. Tema ka të bëjë me nuk thuhet assalamu ala Allah, selami qof për Allahun. Pse ka ardhur kjo? Se kjo lidhet me temën e parë. As-salam është emër për emrat e Allahut. Dhe sahabët me qëllim të mirë, se selami është përshëndetje. Pra, tahiyya. Dhe selami qof për pejgamberin alayhis salam, selami qof për Xhibrilin, dhe sahabët kanë thënë, si transmeton në Sahih Buhari dhe Muslim, Ibn Mesudi ka thënë, kunna idha kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kur kemi qenë namaz, kulna, kemi thënë, assalamu ala Allah min ibadi. Assalamu ala Allah min ibadi. Pra qoft, i dërgojmë selam Allahut nga robërit e tij. Assalamu ala fulan wa fulan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka pas qartë se sahabët nuk kanë qëllim të keq, mirë po përderisa si shprehje tekstualisht nuk përkon me edukatën që duhet ta kemë ndaj Allahut, sepse kjo i bën shpëtimit qoftë mbi Allahun. Allahu është i patmeta, pa mangësi. Dhe Allahu është ai i cili është i përsosur, i plotësuar, nuk ka asnjë mangësi. Prandaj, me kthy tekstualisht i bën që pra Allahu qoftë i mbrojtur, qoftë i shpëtuar nga çdo e keqe. Dhe kjo atëherë nuk është edukat, pra nuk është plotësimi i tauhidit. Dhe pejgamberi alayhis salam i ka përmirësuar sahabën këtë dhe ka thënë la taqulu assalamu ala Allah, mos thuni assalamu ala Allah, po thuni fa inna Allaha huwa as-salam. Allahu është as-salam. Pra Allahu është ai i cili ju jap të tjerëve atë pra që kanë nevojë. فإذا كان كذلك فالله عز وجل هو الذي يفيد السلام وليس العباد هم الذين يؤتون الله السلام. Pra robërit nuk mund t'i japin shpëtim Allahut, فإن الله هو الغني عن الخلق بالذات. Allahu është i pasur. Ya ayuha an-nasu, o ju njerëz, antumul fuqara ila Allah, ju jeni të varfër karshi Allahut. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allahu është më i pasuri, ghaniyul hamid. Pra zotruesi të gjitha falënderimeve. Kuptimi i ajetit. Pra idha kana kadha fama ma'na qawluka hina tusallim ala ahad. Dhe këtu e përmendin dietarët kur flasin çka do të thonë assalamu alaykum, dhe kjo është tahiyatu yawmi yalqawnahu salam. Përshëndetja selam është përshëndetja banorëve të xhenetit dhe është përshëndetja e besimtarëve në këtë dunjë. Dhe është për qëllim kur lutemi Allahut subhanahu wa taala assalamu alaykum. Kur themi assalamu alaykum, assalamatu alayka fi dinik wa dunyak. Allahu ta ruaj fen, të ruaj ty dunja dhe në ahiret. Pra ta ruaj fen dhe ta ruaj dunjan. Fa huwa du'aun laka bis salamati fi din. Pra është lutje që robi e bën, i drejtohet Allahut që me ta ruaj ty fen edhe me të rujt mirat e dunjas, o fil a'dha edhe pjesët e trupit, o sifat edhe cilësit, pra me të rujt mirat që i ki, wal jawarih ila akhiri dhalik. Këto janë dy tema të shkurtra të ndërlidhura njëra me tjetrën që ka të bëjnë me edukatën që duhet me pas ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo është pjesë e tauhidit. Kaq është e përsonte, sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad.